Është kënaqësi e veçantë që sonte të jem këtu në një hapësirë të mbushur me kreativitet, me guxim dhe me vizion. Kjo ekspozitë e cila vjen nga duart dhe zemrat e të rinjve tonë, nuk është vetëm një vend takim për të festuar artin dhe kreativitetin e tyre, por është mbi të gjitha një thirrje ndërgjegje. Thirrje ndërgjegje në kohën kur ka më së shumti nevojë. Në ditët kur dhuna me bazë gjinore vazhdon të mbetet plagë e hapur e shoqërisë sonë, e cila me kalimin e ditëve nuk po shërohet, por vazhdon të lëngojë edhe më shumë. Arti i nxënësve është një vijë e kuqe që brezi i ri po e vizaton qartë. Vijën e kuqe përballë dhunës, pabarazisë dhe padrejtësisë. Çdo pikturë që po mësonte përçon një mesazh jashtëzakonisht të fortë. Disa nga ato tregojnë histori dhimbjeje, disa të tjera histori rezistence. Por më kryesorja, secila prej tyre është po ashtu një histori shprese. Mbi të gjitha këto piktura na kujtojnë se kur të rinjt ngrenë zërin e tyre, shoqëria gjithnjë ecën përpara. Ky është edhe vetë rrëfimi i Republikës sonë, rrëfimi i Kosovës. Puna jonë nuk duhet asesi të ndalet derisa të ndërtojmë një kulturë ku secila vajzë dhe secili djalë rritet, jeton dhe frymon i lirë, i barabartë dhe i sigurt. Në fakt, brezi juaj është brezi i parë në historinë e Kosovës që rritet në paqe, e larg luftës. Megjithatë, betejë jonë e përditshme po ndodh në një front krejt tjetër shoqëror. Ajo mes nesh në njërën anë dhe dhunës mbi bazë gjinore në anën tjetër. E kjo betejë, kjo plagë nuk mund të shërohet në heshtje. Ajo eliminohet me veprim, me solidaritet dhe me guximin për të thënë në mënyrë të prerë mjaft. Prandaj puna që po bëni ju, të rinjt tanë të mrekullueshëm, është thelbësore. Ju po na kujtoni se arti mund të jetë më i fortë se frika, se kreativiteti mund të bëhet formë rezistence, dhe se një pikturë mund të ndryshojë mënyrën se si e shohim botën, e madje ta ndryshojë edhe vetë botën. Të dashur të rinj, ju jeni zemra e shpresës dhe procesit të tranzicionit drejt një shoqërie ku dhuna më nuk ka vend. Prandaj ju përgëzoj për guximin, për fuqinë e shprehjes suaj dhe për mesazhin që po i dërgoni të gjithë Kosovës. Nuk ka përparim pa barazi. Nuk ka liri pa dinjitet të secilit. Nuk ka drejtësi pa llogaridhënie. Sonte, secili prej jush është fitues. Jo vetëm sepse keni krijuar pikturë të bukur, por sepse i keni dhënë frymë kauzës sonë të përbashkët për drejtësi dhe barazi. Le ta shfrytëzojmë këtë moment si një zotim të përbashkët. Ta luftojmë dhunën, ta ngrejmë zërin për të drejtat e njeriut dhe ta përqendrojmë politikën, arsimin dhe kulturën, rreth dinjitetit, rreth sigurisë dhe rreth mirëqenies së secilës qenie njerëzore. Kosova çdo ditë bëhet edhe më e fortë, sepse ju të rinjt tanë jeni të zëshëm, e mbi të gjitha jeni vizionar. E ardhmja jonë është më e ndritur, sepse ju po e ngjyrosni atë me guxim. Ju faleminderit për punën e jashtëzakonshme, ju uroj një mbrëmje të mrekullueshme dhe ju uroj të gjithëve suksese në garën e sotme. Fituesit e zyrës së presidentës, mezi pres që t'i takoj së shpejti në zyrë, por jo vetëm fituesit, jeni të mirëseardhur që të gjithë. Our amazing team of volunteers, if you can all raise your hand for the hard work over the last many weeks. A great congrats to all of you. And most importantly, our young artists, welcome. For those of you used to UN events and speeches, this is not very common. We're trying out for the first time doing a joint speech. So I already went off script, Stephen, sorry. I'm following. We're doing for the first time a joint speech because that's also a message we want to give. Through the canvases that you see around you tonight, great young artists have shown us that they draw the line against gender-based violence and gender inequality.
And first, let me join Nuno in welcoming Your Excellency, President Osmani, and all of our distinguished guests and partners, and most importantly, the fantastic young artists that we have with us tonight. I think that these canvases really draw our attention to the needs for empathy, for hope, for change. Tonight, this exhibit is really part of a global effort, our 16 days of activism against gender-based violence, a campaign that really reminds us of our collective duty to act and to speak up against violence and injustice. Ne artistët si jemi shumë të mirë në fjalë, duke qenë se është nder për mua të jem këtu në një mbrëmje që i kushton pikturës si mjet i fuqizimit dhe i ndërgjegjësimit shoqëror. Po i them disa fjalë. Vija që pikturon rinia, për mua nuk është vetëm një kampanjë, është një hapësirë ku krijimi i të rinjve bëhet zë kundër dhunës në bazë gjinore dhe pabarazisë gjinore. Kjo bën ka ngjarja thelbësisht të domosdoshme, sepse artësi i flet aty ku fjalët nganjëherë nuk munden. Në këtë rast, dua të ftoj fëmijët, pjesëmarrës, organizatorët dhe partnerë që në një moment të përshtatshëm, sipas një date që të komunikojnë së shpejt, të vizitojnë atelier tim, ku do të kemi mundësinë të bashkëvizitojmë nga afër për artin. Urime të gjithë pjesëmarrësve, vijat që pikturonin sot kanë pesh, ato flasin për të kaluar, të tashmen, por mbi të gjitha tregojnë se çfarë të ardhmen kërkojnë të mirë. Faleminderit. Ne si shtatarëte kemi përgjedh fituese Eda Glarevën nga Shkolla e Mesme Shtjefën Gjeqovi, Prishtinë. Mir Broma, dobroveče, good evening. I want to invite Ahmed Berisha from Prizren. Good evening. For the European Union, it's an honor to partner with the UN family here in Kosovo, with UNDP, to support these awards. And I have the pleasure to award the certificate to Dora Suleimani, whom I would have to like to congratulate and shake her hand. Thank you, Dora. And it's just a great way how to bring this issue of gender violence under the youth so that they understand that we have all together we have to break this circle. So that's really great to partner with all of you on this. Thank you. Thank you.